إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, pasi që jemi në temat që lidhen me kapitullin e fejesës, martesës, raportit burr-grua, sot inshallah do të trajtojmë temën të drejtat dhe detyrimet e burrit dhe gruas. Vëllezër të dashur, Allahu Gjellëshanuhu e ka bërë martesën një lidhje bese mes burrit dhe gruas, por për hir të Allahut, e cila duhet ndërtuar mbi dashuri, mëshirë dhe respekt maksimal të plot, reciprok, pra burri ndaj gruas dhe gruaja ndaj burrit. Martesa e ndërtuar mbi këto parime siguron lumturi, qetësi, rehati në këtë botë dhe ndihmon për shpëtim në botën tjetër. Që të realizohet këto qëllime që i përmendëm nga martesa, Islami ka vendosur disa detyra dhe të drejta për burrin dhe gruan, të cilat dallojnë nga vendi në vend dhe mbi baza të kulturave të popujve. Këto të drejta dhe detyra janë të drejta, themi me gojën plot. Pse janë të drejta? Sepse janë të vendosura nga Allahu, i cili është nga cilësitë e tij drejtësi absolute. Para çfarë të thot ai është amin për ne? Sepse janë të vendosura nga i drejti absolut. Tjetra dëshmojmë edhe ne, edhe me sy të lirë dhe me një jetë praktike, kur shohim meshkujt dhe femrat, që ata kanë dallim në aspektin psikik dhe fizik të tyre, dhe Allahu nga drejtësia e tij nuk e ka ngarkuar asnjërin më shumë se tjetrin, po as i ka dhënë të drejta më shumë njërit se tjetrit, por se me precizitet ju ka dhënë çdo njërit të drejtat dhe detyrat në bazë të krijimit të tyre psikik edhe fizik. Detyrat e të drejtat, dallojnë nga vendi në vend, për arsye të kulturës dhe traditave të një vendi. Po atje kemi të drejta dhe detyra të përgjithshme, të cilat vlejnë për çdo vend, për çdo kohë dhe për çdo situatë. E unë së bashku këtu me ju do t'i trajtojmë disa nga këto të drejta dhe detyra absolute që vlejnë për herë. Detyrat dhe të drejtat janë tre lloje. Kemi nga ata detyra dhe të drejtat të përbashkëta, që edhe burri edhe gruaja janë bashk në obligim, në detyrë dhe në të drejtë dhe në përgjithësi, padyshim. E dyta është detyrat e gruas ndaj burrit, ose ndryshe të drejtat e burrit, detyrat e burrit ndaj gruas apo të drejtat e gruas ndryshe. Detyrat e përbashkëta fillimisht. Cilat janë detyrat, obligimet e përbashkëta? Si obligim i parë i përbashkët nga të dy palët dhe si parim i përgjithshëm
është drejtësia. Drejtësia. Këtu nuk ka burr grue. Zullumi është zullum, është i dënueshëm për të dy palët. Je burr, je grua, drejtësia është e drejtë e përbashkët. Sjellja e mirë dhe respekti reciprok s'ka fjalë. Çdo njeri, qoftë burr grue, duhet sillet mirë edhe duhet me respekt maksimal. Është pra reciprok. Edhe ky edhe ajo. Allahu në Kur'an thot: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf", dhe jetoni mes jush me nder, mirësi edhe ndershmëri. Kjo është e përbashkët. Dhe e tretë e përbashkët është edukimi i fëmijëve. Pra, edukimi i fëmijëve nuk është vetëm e njënit ekskluzivisht, porse është detyrë, është obligim, po njëjtë kohë edhe përgjegjësi edhe e burrit edhe e gruas, asnjëri tjetrin nuk e fajsojnë. Ndërsa detyrat e gruas apo të drejtat e burrit është që gruaja të dëgjojë, respektoj burrin e saj në të mirë edhe në të drejtë, edhe pse vendimet duhet t'i marrin me konsultim, por se vendosja i takon burrit në të drejtë dhe në të mirë, dhe gruaja është e detyruar që t'i dorëzohet të ta dëgjojë burrin në këtë rast. Ruajtja e moralit dhe nderit, përmbushja është obligim i gruas të përmbush, pra edhe nevojat intime të burrit të saj, po ashtu edhe për kujdesja për shtëpinë dhe fëmijët e burrit dhe të saj. Thot pejgamberi selam: "Wal mar'atu ra'iyya fi bayti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha." Gruaja është përgjegjëse për shtëpinë e burrit të saj, pra fëmijët dhe shtëpinë, dhe do jep llogari para Allahut të lartësuar se i ka dalë në krah dhe në qosh burrit, fëmijëve dhe shtëpisë saj. Ndërsa detyrat e burrit apo të drejtat e grave janë që burri obligohet të sigurojë ushqim, pije, veshmbathje dhe banim për gruan dhe fëmijët e tij. Dhe dyta është mbrojtja e gruas dhe dinjitetit të saj, siguria. Mbrojtja është detyrim i burrit. Thot pejgamberi alayhis salam: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Secili prej jush është bari dhe secili do të jep llogari për kopen edhe familjen e vete. Financat, hajen, pijen, veshmbathjen, banimin edhe sigurin për ata. Lusim Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të rinjtë dhe të rejat tona, si të gjithë muslimanëve anë mban botës të pamartuar t'i martoj, ndërsa të martuarve lusim Allahun xhaleshanu që jep lumturi në jetën e dunjas edhe në ahiret. Amin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.